Një ditë u ula t'i kërkoj falje Zotit për gjithë ato qaste dhe kohë nga jeta ime, të cilat i kam kaluar në gjëra të padobishme. I penduar nga kohët e humbura, ftova një nga ato qaste të kaluara kot. Unë dua të kthehesh sërish tek unë, me qëllim që të të shfrytëzoj për vepra të mira. Qasti: koha nuk qëndron neutrale kurrë. Unë: o qast, të lutem të kthehesh me qëllim që të përfitoj diçka të mirë ose të kompensoj ndonjë tëmet. Qasti: e si mund të kthehem, ndërkohë që jam i mbuluar nga kush e di sa faqe të mbushura me veprat e tua? Unë: bëj të pamundërën dhe kthehu. Ah, sa qaste kam humbur kot nga jeta ime. Qasti: nëse do të ishte në dorën time, do të isha kthyer. Ai të cilit po i therret është i vdekur. Fletet e mbushura me veprat e tua janë palosur tashmë dhe janë dërguar tek i madhi Zot. Unë: a e ke të pamundur të kthehesh tek unë, edhe pse po flet me mua? Qasti: të gjithë qastet e jetës ose janë mike të ngushta të njeriut dhe do të dëshmojnë në favor të tij, ose armike të pamëshirshme që do të dëshmojnë kundër njeriut ditën e Kiametit. Në një qast të tillë, armiqtë e kanë të pamundur të bashkohen. Unë: ah, i mjeri on, për gjithë ato qaste të quara dëm gjatë jetës, të lutem kthehu me qëllim që të veproj diçka të mirë dhe dobiprurëse. Por qasti heshti dhe nuk foli. Unë i thash sërish: o qast, a nuk më dëgjon? Mu përgjigj të lutem. Qasti: o gafil, ndaj vetës dhe vrasës i kohës tënde, si nuk e kupton se në përpjekje për të kthyer një qast të humbur me parë, po humbet kush e di sa qaste të tjerë nga jeta jote? A do të përpiqesh që t'i kthesh edhe këto qaste që po i humbet tani? Ajo me të cilën të këshilloj të veprosh është vetë thënia e Zotit të madhëruar që thot: veprat e mira i fshin ato të këqijat. Nxito, o filan, përpiqu, e vepro vepra të mira. Kije frikë Zotin kudo që të ndollesh. Pasoje të keqen me të mirë, që ta fshi atë dhe trajtoj njerëzit me edukat dhe moral të lartë.